Janë këto titujt kryesor të ditës deri në këto momente, e ne e kemi faktikisht në terren, kemi gazetaren tonë Dea Dedinca, e cila po përcjell protestën që po zhvillohet për ditën e 4 në lidhje me transportin publik në vendin tonë. Kalojmë lidhjen tek Dea. Vështirësu edhe jetën, sepse kjo ndikon direkt edhe në shpenzimet në familje, ju kanë rrit, dikush për me kry një veprim, me shku në punë, apo në shkolla, apo në fakultete, duhet me marë transport, ai transport kushton, se është taksi, ose me marë makinat e veta, edhe ashtu, në mënë edhe aja kushton, marë parasysh se jo parkingu, jo distanca, gjitha ma të kushtushme, por në mënë transporti ka qenë najde sa që ka fu shërbime cilësore dhe gjithë në mënë e mirëpresin, jam i shqetësuar për këtë çështje, besoj që me miratimin e kësaj, me kalimin e buxhetit, kanë me reflektu pozitivisht dhe në momentin që shkon në Ministrinë e Administrimit Lokal, shpejtohet dhe kryhet si vendim dhe besoj që gjithçka do të jetë okej. Vetëm do shta një sqarim. Ju do të prisni sigurisht deri të bëhet një zgjidhje në Kuvend Komunal Prishtinës. A do të ndaloni me njëherë protestën në rast që votohet, apo ju do të prisni pastaj edhe derisa të miratohet në ministri, teksa greva apo protesta do të vazhdojë? Vetëm këtë sqarim që mund. Protestën na duhet me vazhdu, sepse edhe në qoftë se miratohet, mjetet nuk dalin, nuk alokohen në komunë dhe direkt dëmon tek operatorët. Ne nuk kemi mundësi me vazhdu për arsye të ndryshme, dhe një prej arsye kryesore ka qenë domosdoshmë që nuk kemi mjete më furnizu me karburant. Kjo është arsyeja kyçe. Momentin që alokohen mjetet, ne ndërprejmë dhe vazhdojmë. Për ndryshe nuk kemi mundësi. Kjo është vetëm një proces ligjor i cili do të kaloj dhe neve na i hap dyert. Qofse shkon gjithçka mirë, qofse nuk shkon, dhe në qofse rastisht Ministritë për Shtetin Lokal ka ngecje dhe nuk besoj që është e jashtëligjshme, po që në një farë mënyre që pretendojnë disa që mund me konë jashtëligjshme, atëherë kjo është kaos. Kjo është e vështirë shumë. Diçka tjetër e keni me thënë. Besoj që mas se oncës kem diçka më të mirë, jem më të kënaqur, se si të kalon ajo, besoj që edhe ne e kemi një shpresë në fund tunelit. Faleminderit shumë që thonë. Atëherë përshëndetje, kushtrim për juve në studio dhe për të gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini, sapo e patëm një deklarim të kryetarit të sindikatës së linjave private që gjithashtu shërbejnë këtu në kuadër të trafikut urban. Siç mund ta dini, është dita e 4 e protestës që këta punëtorë protestojnë për pagat që nuk i kanë marrë, e njëherë edhe për punën që e kanë ndaluar si shkak i borxheve të mëdha që kanë prekur komunën tani që po qëndron kriza me buxhetin. Në ndërkohë mund të themi se temperaturat e ftofta nuk i kanë ndaluar punëtorët që të protestojnë edhe në ditën e 4 të kësaj proteste. Tani na ndajnë vetëm pak orë që nga seanca e jashtëzakonshme e cila pritet të mbahet sot në Kuvendin Komunal të Prishtinës në orën 15. Janë dy pika të cilat pritet të votohen, që janë kalimi i mjeteve nga viti 2024 në 2025, e njëherë edhe buxheti për vitin 2026. Për të bërë një rezume të asaj që tashmë gjithashtu e kemi transmetuar dje, ne kemi pasur rastin të bisedojmë me përfaqësues të subjekteve politike të cilat janë këtu në Asamblenë Komunale. Lëvizja Vetëvendosje tashmë ka deklaruar se voton pikën e parë dhe se pikën e dytë, atë për votimin e buxhetit 2026, ka treguar se do t'i kërkojë kryetarit Rama që ta heqë nga rendi i ditës, nga se nuk konsideron se është e rëndësishme të votohet tani. Me rëndësi mbetet pika e parë. Pro kësaj pike që do ta jap votën pro është deklaruar edhe AKR-ja, gjithashtu edhe LDK-ja ka bërë thirrje që të tjerët asamblesë të përgjigjen pozitivisht kësaj ftesë për ta votuar pikën e parë. Njëherë vetmja e cila ka qenë të themi pa një përgjigje të prerë ka qenë Partia Demokratike, ajo e cila nuk ka dhënë një përgjigje të prerë, por që ka thënë se pjesëmarrja duhet të jetë në nivel dhe se për gjërat e tjera do të deklarohen sot para seancës së jashtëzakonshme.
pas një ore, saktësisht rreth orës 13, nga përfaqësuesit e trafikut urban na është deklaruar se do të vazhdojnë me atë praktikën e zakonshme që kanë bërë ditëve të kaluara, do të kalojnë në përpikat në të cilat zakonisht shkon trafiku urban këtu në qytet dhe do të kthehen përsëri këtu për të qëndruar deri në mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme. Madje ata do të jenë pjesë edhe gjatë seancës për të parë se si do të votojë Asambleja Komunale, sa do të votojë këto dy pika të cilat janë thirrur për të votuar dhe për të gjitha të rejat do t'ju njoftojmë në edicionet e tjera informative. Linja tek ju. Po doja falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Komuna e Prishtinës, atje ku po vazhdon protesta për ditën e 4, protestë nga punëtorët e trafikut urban dhe gjithashtu kompanitë private që operojnë në kuadër të trafikut urban, sa i përket